Takimi edhe me Papën Leo XIV, gjithashtu edhe me sekretarin e përgjithshëm të Vatikanit kalojnë në mënyrë gatise të përkryer. Perceptimi edhe i yni edhe i tyre mendoj ishte se takimi dhe relacionet e tona mes dy shteteve janë të këndshme, kemi relacione mes dy shteteve në nivelin më të mirë të mundshëm dhe kërkuam mundësi që në të ardhmen këto relacione mes dy shteteve tona të përmirësojnë dhe të thellojnë. Natyrisht për neve është shumë e rëndësishme të theksohet se dy shtyllat kryesore dhe urat kryesore të lidhjes së dy kryeqendrave të Vatikanit dhe të Shkupit si kryeqendër e shtetit tonë janë ardhja këtu për hir të Shën Kirilit dhe Metodit, gjithashtu edhe Nën Tereza si figurë personaliteti i cili është ura lidhëse mes Vatikanit dhe mes Shkupit. Besojmë, shpresojmë dhe urojmë që këto relacione të përforcohen, të thellohen në interes edhe të dy shteteve, por edhe interes edhe të parimeve kryesore dhe vlerave që i promovon edhe Vatikani, por edhe Maqedonia e Veriut në kuptimin e demokracisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies së përgjithshme.